Komuniteti Ashkali në Kosovë është një nga komunitetet jo shumicë që jeton në vend dhe ka një histori, identitet dhe sfida të shumta. Ky podcast përkrahet nga zyra për komunitetin në qeverinë e Kosovës dhe sigurisht me kast ne do të flasim për një komunitet që është vlerështuar në vendin tonë. Është një prej atyre yjeve të bukura që i kemi në flamurin e Kosovës. Për prejardhjen e saktë të komunitetit Ashkali ekzistojnë disa teza dhe interpretime historike. Megjithatë, nuk ka të dhëna shkencore të faktuara që përcaktojnë me saktësi shekujt apo vitet e ardhjes së tyre në Ballkan. Pavarësisht kësaj, ekzistojnë disa burime historike dhe libra që trajtojnë prejardhjen e tyre, të cilat mbështesin idenë se Ashkalinë kanë origjinë nga Persia e lashtë apo Irani i sotëm. Por për të folur për më shumë më tepër, le të njoftohemi, le të themi me të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, me ato yje të bukura që i kemi në flamurin ton krenar, unë të ftuar kam Bajram Ilazin, i cili ka ardhur sot që të flasim bashkë për komunitetin që ai përfaqëson. Faleminderit që jemi neve. Faleminderit shumë juve për ftesën, është kënaqësi e veçantë që jam këtu në studion e juaj që flasim për komunitetin tim, komunitetin Ashkali. Fillimisht le të njoftohemi pak, si janë komuniteti Ashkali? Komuniteti Ashkali, siç e thëjave të në hyrjen e prezantimit të fakt, komuniteti Ashkali këtu jeton me shekujt e tij, madje llogarit veten si një prej popujve autokton në Kosovë, veçanërisht në Ballkan. Komuniteti Ashkali prejardhjen e saj e ka nga Persia e lashtë, megjithatë vlen të theksohet që komuniteti Ashkali me një mënyrë është asimiluar thuajse plotësisht në Kosovë, duke harruar dokët, zakonet, kulturën e tyre, dhe madje më kryesorja duke harruar edhe gjuhën e tij, cilën e ka folur në të kaluarën, dhe tani gjuha e tij amtare është gjuha shqipe, dhe komuniteti Ashkali nuk njeh ndonjë gjuhë tjetër amtare përveç gjuhës shqipe. Vlen të theksohet se komuniteti Ashkali, se përket ngjyra po flas pak, në fakt komuniteti Ashkali dallohet me ngjyra të ndryshme, është normalisht ka ngjyrën e popujve të Azisë, mirë po njëkohësisht ka edhe ngjyrën e bardhë, domethënë varsisht siç janë, ka domethënë i përket dy ngjyrave. Vlen të theksohet që komuniteti Ashkali jeton me shekujt e tij këto, normalisht që është asimiluar kultura e tij lidhet thuajse tërsisht me kulturën shqiptare. Edhe dokët, edhe zakonet fakt lidhen gjithçka me kulturën shqiptare dhe është e vështirë shumë që nëse është një dasëm ose diçka të tillë të dallonin nga kultura ose nga tradita që kanë edhe komuniteti shqiptar në Kosovë. Komuniteti Ashkali deri në vitin 99 e ka deklaruar veten si shqiptar. Madje në gjitha regjistrimet që janë bërë deri në vitin 99, komuniteti Ashkali është deklaruar si shqiptar. Madje në popull shpesh është njoft komuniteti Ashkali edhe si po e quajnë fojza shqiptari dorës së dytë, me qenë se është ditë që ky popull ose ky komunitet nuk janë shqiptarë 100%, mirë po janë diçka që e kanë deklaruar zakonisht veten si popull shqiptar. Madje mund të them për shembull që një pjesë e madhe e komunitetit Ashkali dhe rrobat e tyre ka pasur plisën e bardhë, një pjesë e tyre e madhe kanë mbajtur edhe plisën e bardhë dhe ka qenë vështirë dhe dallohen që janë të fakt komunitetit Ashkali. Siç e thash, gjitha deklarimet e tyre janë deklaruar si shqiptar, megjithatë një pjesë e madhe e tyre e kanë ditë se ata në fakt nuk janë shqiptarë, janë një popull. Ky deklarim a është bërë në mënyrë që të mos stigmatizohen apo për çështje patriotike? Në fakt, ideja ka qenë e kësaj që komuniteti Ashkali ka qenë për krahas i madh i popullit shqiptar, dhe ne e dimë që një pjesë e madhe fakt është okupatorëve tonë. Këtë rast kanë tentuar që me ul numrin e shqiptarëve në Kosovë edhe me pas popull të tjerë në Kosovë, të cilët pastaj telefojnë që shqiptarët nuk janë popullsi shumicë në Kosovë. Me këtë rast komuniteti Ashkali duke qenë se ka qenë asimilum, e ka njohur vetëm gjuhën shqipe dhe ka qenë shumë i pranueshëm nga komuniteti shqiptar. Atëherë edhe është deklaruar si shqiptar deri në vitin 99, kur edhe pastaj është liru Kosova. Në momentin që është liru Kosova, ata e kanë filluar të deklarohen si komunitet Ashkali. Madje vlen të theksohet që partinë e parë që kanë krijuar ka qenë Partia Demokratike e Ashkalive. Ashkali është shqiptare e Kosovës, por edhe pse kanë përdorur termin Ashkali, prapë e kanë pasur një farë përmbajtëse fakt shqiptare, dhe pastaj deri në vitet, nëse nuk gaboj vitin 2002 ose 2003, nuk jam i sigurt në këtë datë, pastaj kanë larguar pjesën shqiptare dhe kanë filluar dhe kanë formuar vetëm Partinë Demokratike e Ashkalive të Kosovës, ku janë njoft si një etnitet, për shkak që dihet që normalisht nuk mund të kenë një popull, nuk mund të ketë dy etnitete. Mirë po vlen të theksohet që në familjet tona, në shumicën e familjeve tona është folur dhe është njohur që ne nuk jemi shqiptarë, po i përkasim një populli tjetër, konkretisht i përkasim popullit Ashkali.
Emri I komunitetit Ashkali është marrë nga mbretja Ashkan, ka qenë një mbret në perandorin Persian atje, Persianet të lashtëve, pastaj në lufta që kanë pas populli ose komuniteti Ashkali këtas populli Ashkan, e ka marrë emrin në pjesën e mbretit që ka qenë atko për shkak të respektit, edhe kur ka pas luftat me perandori ndryshme në atko, kanë filluar dhe kanë migruar në vende ndryshme, konkretisht edhe në Evropë, mirë po normalisht kur janë deklaruar ose kur kanë pyetur ose kanë ditë, edhe janë deklaruar që përkasin populli mbretit Ashkan, edhe këtë rasteve e kanë marrë këtë favorit terminologjinë Ashkan. Në Kosovë pastaj kanë filluar deklarohen edhe si komunitet Ashkali. Në flamurin tonë të Kosovës ekziston një ëv I komunitetit Ashkali, edhe kjo tregon një respekt veçantë, dhe fiksohet që komuniteti Ashkali, siç e potencova në fillimin tim, edhe pse nga popullsia shumicë ka pasur një respekt veçantë për komunitetin Ashkali, meqense ka qenë një përkras I madh, I tyre prapë nuk është që është pranu si diçka si një popull shqiptar, kjo meqense edhe normalisht duhet dije ndallimet sikur tash fushave komuniteti Ashkali dëshiron edhe reagon edhe avokon që të njihet si komunitet I veçantë në Kosovë. Kur flasim për komunitetin që përfaqësoni ju kaq bukur, unë di që kryesisht jetojnë në shumicë në Ferizaj, Fushë Kosovë, Lipjan, Obiliq, Shtime, Mitrovic, Gjakov. Si është jeta atyre në kuptimin e aspektit social sot? Komuniteti Ashkali në fakt jeton në 24 komuna të Kosovës, veçanërisht numri më I madh I tyre jeton në komuna që veç ju I fiksuat. Në aspektin social, komuniteti Ashkali është komunitet I pranueshëm, ka vendbanimet e tyre, ka shtëpitë e tyre, ka pronat e tyre. Është shumë interesante që pjesa shumicë e komunitetit Ashkali jeton në tokave, në shtëpitë e tyre, po nuk është që kanë ndonjë ndërtesë ose ndonjë banesë që jetojnë për shembull të tjerët. Zakonisht kanë profesione të ndryshme. Mirë po komuniteti Ashkali për shembull po duam të lidh pak edhe diçka më interesante, edhe në libra, sepse theksum që komuniteti Ashkali njihet në libra, për shembull në një libër në Ferizaj, nga një autor I Ferizajt në vitin 1987, fol për komunitetin Ashkali dhe për familjet e komunitetit Ashkali që kanë jetuar në Ferizaj, dhe tregon profesionet që ata vetë si kanë. Komuniteti Ashkali mendoj që është integruar madje shpesh në organizime të ndryshme që bëhen. Unë shpesh reagoj dhe them që komuniteti Ashkali nuk ka nevojë për integrim, mirë po ka nevojë për përfshirje më të madhe. Pse po e them këtë? Meqense konsideroj që komuniteti Ashkali ka qenë integruar për shekuj në Kosovë, sepse ka jetuar në këto vende dhe ka nevojë pak më shumë për përfshirje. Unë mendoj që të integrohen ka nevojë më shumë popujt që mundën të marrë tash në këto kohë dhe pastaj ata kanë nevojë për integrim më të madh në Kosovë. Komuniteti Ashkali normalisht përballet me kushte të vështira socio-ekonomike, kjo për shkak që fillimisht vlen të fiksohet që komuniteti Ashkali në një kohë nuk ka qenë mjaftueshëm I shkollum, edhe normalisht që mungesa e edukimit shkakton dhe dërgon një numër më të madh të papunësisë. Mirë po komuniteti Ashkali është njoft për profesione të ndryshme në Kosovë, duke filluar nga ndërtimtaria, kanë qenë persona që kanë mirë me përpunimin e mishit, pastaj në profesione ndryshme muzike dhe profesione të ndryshme. Sigurisht janë po aq të talentuar si secili prej neve që kemi talente të ndryshme dhe I shprehim ato, por është më rëndësishme që të vihen në pa dhe sigurisht të dalim bashk si një shoqëri e vetme, sepse në fund të ditës shtëpia jone përbashkët është Kosova. Të gjithë jetojmë këtu dhe jemi pronar të një shtëpie të cilën ta duam shumë. Si shihni le të themi çështjen e arsimit, sepse unë e di që komunitetet tjera kanë të lashe në kuptimin e përfshirjes në arsim. Unë e di që në kuptimin e zanateve dhe të tjera shkëlqejnë, por në kuptimin e arsimimit, si qëndron komuniteti Ashkali? Komuniteti Ashkali në aspektin e arsimit aktualisht do të më mirë, por në të kaluar nuk është që ka qëndruar aq mirë, pse në vite pa viteve 99 edhe vitet e fundit ka pasur gjithmonë pjesëtarë të komunitetit Ashkali të cilët kanë qenë edhe mësimdhënës, kanë qenë profesor, kanë qenë mjek edhe profesorë ndryshme. Mirë po pas luftës sidomos është pa një numër I madh I fëmijëve I nxënësve të këtyre komuniteteve, të cilët kanë vërtet shkollën, nuk kanë viju shkollën me rregull dhe kjo ka ardhur si pasojë pastaj edhe kushteve të rënda socio-ekonomike, mirë po edhe dijes të ulët të prindërve të këtij komuniteti për shkollimin e fëmijëve. Mirë po aktualisht komuniteti Ashkali në një mënyrë është përfshirë më shumë në pjesën e arsimit,
nga lavët të komunitetit Ashkalijën, tani mendoj që kemi kuadrët të komunitetit Ashkalijë që janë më të avancuar, që janë shkolluar, kemi gazetarë, kemi kapitanë të policisë, kemi tërgell të policisë, kemi ushtarak. Pra, ka më pak numër të fëmijëve të cilët nuk janë të përfshirë në shkolla, sepse mua më shqetëson kjo pjesa kur fëmijët nuk janë në shkollë, janë në shtëpi ose ku ta diun. Në fakt, braktisja e shkollimit ka qenë pak ma e lartë në vitet e kaluara. Nëse flasim për këto 5 vitet e fundit, prap ka braktisje të shkollimit, mirë po prap nëse krahasojmë statistikat, numri i pjesëtarëve të komunitetit Ashkali është numër më i lartë i cili vjen shkollimin në bank fakti cili vjen shkollimin dhe kemi numër më të madh të atyre që të fundojnë edhe shkollimin e mesëm, pastaj edhe fakultetin edhe master. Fatkeqësisht nuk është një dikon që ka duke studiuar doktoraturën, megjithatë kemi shumë mjek të suksesshëm, kemi shumë stomatolog, kemi aktorë nga ky komunitet dhe kemi profesionistë të ndryshëm, djemë dhe vajza të reja të cilët janë edhe duke studiuar, madje mund të them lirisht që numri i komunitetit Ashkali për shkak që Ashkalit ka numër më të lartë më njëherë pas sërbëve, bosnjakëve, turqve, më njëherë vijnë komuniteti Ashkali se për këtë popullsisë. Po ishin diku 16.000 Po, dhe 204 pjesëtarë të komunitetit Ashkali. Dhe me këtë rast edhe numri i nxënësave në shkollat fillore të mesme të ulta dhe mesme të larta normalisht që është i kënaqshëm i këtyre komuniteteve është më i lartë se sa komunitetet e tjera. Megjithatë duhet më shumë angazhim, sidomos në pjesën e ndalimit të segregimit apo të diskriminimit nga popullsia shumica apo komunitetet e tjera ka shik këtyre komuniteteve. E pastaj normalisht në përmirësimin e kushteve të jetesës së prindërve këtyre komuniteteve, megjithse një pjesë e madhe e nxënësave sidomos, që janë në moshë klasën e 8, 9 ose në shkollën e mesme, në mënyrë që të ndihmojnë familjeve të tyre detyrohen të punojnë ose të angazhohen në fusha të ndryshme të jetës në mënyrë që familjet e tyre të kenë tana më të mira. Megjithatë nëse flasim për kushtet ekonomike, shihet një progres i kënaqshëm i komunitetit Ashkali në vitet e fundit. Megjithatë për shkak që normalisht ka vende më të lira të punës dhe shoqëria shumicë, këtë rast komuniteti shumicë i pranon edhe i ofron mundësi për punësim. Do të thonë, kemi filluar të hapemi ndaj njëri tjetrit. A është ky një hap përpara? Po, është një hap përpara, edhe mendoj që është një hap shumë i mirë. Kjo tash me qenë se po flasim për këto, e kemi pasur rastin e për shembull një sulmi ndaj një sportisti për shembull të komunitetit Ashkali, Belgin Jashavi, e që po besoj që gjithë ne e njohim, por mua ka qenë jashtëzakonisht shumë, kam qenë shumë i lumtur kur shumica e popullsisë shumicë ka reaguar në fakt dhe ka luftuar dhe e ka në mënyrë nuk është pajtuar me rastin e Belginit se çka ka ndodhur. Fakt, të gjithë shoqëria ka qenë në krah me Belginin dhe ne vazhdojmë të jemi në krah të tij sepse askush nuk e pranon dhunën aq më tepër në baza racore, në asnjë rast sigurisht, por se sidomos kur vjen ndaj një fëmije i cili dëshiron që të vazhdoj pasionin e tij ndaj futbollit, dashurinë e tij ndaj futbollit dhe të ndalet rruga në atë formë, është totalisht e papranueshme. Ka qenë një reagim i gjithë shtetit që tregon se po bëjnë hapa përpara. Po, kjo pikërisht edhe kjo është ajo çfarë dasham me fond fakt për shkak që reagimi i gjithë shoqërisë kjo tregon që shoqëria jonë është shumë e hapur. E vonë vazhdojmë me fond që ne nuk kemi një shoqëri raciste, por kemi individ racist. Edhe kjo e dëshmon që shoqëria është më e hapur tani faktikisht ndaj komunitetit Ashkali. Edhe ndaj komuniteteve të tjera normalisht që jetojnë në Kosovë, kështu që normalisht që përfojnë edhe vende të lira punës, përfojnë kushte të mira, kushte të njëjta në fakt të barabarta për gjithë pjesëtarët e komuniteteve, veçanërisht për komunitetin Ashkali. Komuniteti Ashkali në fazën e punësimit normalisht që Kosova është shumë e hapur, tregu i punës fakt është shumë e hapur në aspektin e sektorit privat, dhe normalisht që mundësitë tash që po janë në sektorin privat e kanë mundësuar që një pjesë e komunitetit Ashkalit të ketë kushte më të mira ekonomike, një pjesë e madhe e komunitetit Ashkali edhe njihen si tregtar të zot, edhe normalisht që mirën me biznese të ndryshme, e kjo ka ndikuar që të përmirësohen kushtet ekonomike dhe të rritet normalisht edhe pjesëmarrja e fëmijëve në shkolla. Kjo është shumë e bukur, tregon për një emancipim dhe ne kemi nevojë gjithmonë të dëgjojmë edhe rrëfime të bukura të cilat japin shpresë në këtë vend po bëjmë hapa para. Nuk jemi duke bërë vetëm hapa prapa. Po shkojmë me pak muzikë por rikthehemi përsëri në studio.
U rikthiem përsëri për të vazhduar bisedën dhe unë besoj që secilit prej juve ju ka rastisur që të dëgjoni atë termin RAE, komuniteti RAE. Por në fakt aty janë 3 komunitete të ndryshme, është komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, dhe sigurisht se ata dallojnë mes vete. Dhe për këtë dua të pyes Bajram, flasim për RAE sikur të ishte një komunitet i vetëm. A është kjo gabim? Po, është një gabim jashtëzakonisht shumë i madh, me falënderesh për këtë, me qenë se ngatrohen 3 komunitete në një komunitet, është një si komunitetin shqiptar, komunitetin bosnjak, për shembull, dhe komunitetin turk, ta bëjmë bashkë me një komunitet, dhe ta bëjmë një favori akronimi kështu shkurtesë të tyre dhe ti bëjmë bashkë në një komunitet. Me qenë se komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian kanë pasur sfida të njëjta socio-ekonomike, dhe pastaj ndërkombëtarët mirë po institucionet tona në Kosovë duke punuar për këto treja komuniteteve, duke dashur që ta shkurtojnë në një mënyrë dhe të mos përdorin termin emrin e plotë të këtyre komuniteteve në dokumente, shpesh kanë referuar këtyre komuniteteve si komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, komunitete RAE, dhe pastaj që ka filluar të ngatohet të kuptohet se është një komunitet i përbashkët, mirë po në fakt këto janë treja komunitete me histori, prarje të ndryshme dhe madje mund të them direkt që këtu kanë dallime të veta shumë të mëdha, meqenëse se edhe pse kanë jetuar ose jetojnë në vende të njëjta, në vendbanime të njëjta, prapë të treja këtu komunitete kanë dallime të tyre. Fillimisht, siç e thashë më herët, komuniteti ashkali e flet vetëm gjuhën shqipe, por dallim për komunitetet rom për shembull, i cili flet edhe gjuhën rome, komuniteti rom ka prarje për indis, ndërsa komuniteti ashkali ka prarje për persisë ose iranit të sotëm. Komuniteti rom për shembull ka kultura, tradita, zakone të ndryshme për dallim për komunitetit ashkali. Madje mund të them direkt që edhe martesat nuk i kanë të përbashkëta, në një sidomos në të kaluarën këtu sidomos komuniteti rom dhe komuniteti ashkali nuk i kanë pasur martesat e përzierë me njëri tjetrin, ka pasur raste individuale, mirë po shumica jo. Madje mund të them direkt që një pjesë e madhe e familjeve të komunitetit ashkali pendreton ku na kanë fol për martesat kanë thonë doni me marrë dikon për komunitetin ashkali ose edhe për komunitetin egjiptian, me qenë se është konsideruar që me komunitetin egjiptian kemi një favori parafimi ose jemi komunitete të njëjta megjithatë për shkak dallimeve politike. Kjo është mendësi, kjo është një lloj mendësie sociale që na shoqëron të gjithëve. Sepse edhe shqiptarët ndoshta në familjet e tyre kanë biseduar që duhet ta marrësh vetëm një shqiptar. Por sot po kalojmë një haptutje, po bëhen martesa edhe me të huaj. Jo, unë jam pro kiçsojna që të martohemi me të gjitha komunitetet. Mendoj që nuk duhet edhe me ekzistuar, mirë, pa çfarë po duam me thonë. Po si ka qenë edukimi? Për shkak të edukimit që kanë pasur, jo të mjaftueshëm. Megjithatë kanë ditë dhe kanë bërë dallimet ndërmjet komuniteteve ndryshme. Atë kthehemi te termi RAE shpesh po gjithmonë fakt është term ofendues, meqenëse këtu treja komunitete bën si një komunitet të përbashkët, e megjithëse këtu i kanë dallimet e veta dhe secili prej këtyre 3 komuniteteve mendoj që ndihet i ofenduar në rast se i bën bashkë ose bën vesh një komunitet, meqenëse mendoj që është edhe të drejtat e njeriut njëta me drejtat njeriut, mirë po me gjitha drejtat e tjera që secili komunitet duhet njihet me atë çka është, me prarjen e tij duhet të respektohet prarja e tij, historia e tij dhe normalisht edhe kultura e tij. Derisa sa i përket tash martesave, bashkëpunimeve tjera, unë mendoj që këto janë normalisht që këto duhet ndodhen, edhe nuk mendoj që duhet kemi kufizime, sepse pse jo ne kemi martesa me komunitetin shqiptar, edhe martesa me komunitete të tjera, e që mendoj që është në rregull tek e fundit gjithë jemi njerëz, të gjithë jemi kriju për një njeri të për. Dhe në fund ditës nëse dashuroheni, martohuni, gëzohuni, trashëgohuni, nuk është më rëndësi prej nga Unë mendoj që është një panje që njeriu kur e merr gjumë nuk e zgjer jastokun, e mendoj që njëjtë njeriu kur dashurohet nuk mendoj që duhet me zgjerë, nuk duhet ta zgjer. I cilin komunitet është ose edhe dallime të tjera. E bukur kjo. Po duhet u ndal pak edhe te kjo pjesa, ishim te martesat, por martesat e hershme janë një shqetësim, sepse pastaj flasim për të rinj të cilët krijojnë fëmijë, marrëdhënie martesore, e cila është edhe jo ligjore, nëse ata janë në moshën e duhur. A janë të shpeshta këto në komunitetin ashkali? Në përgjithësi mund të themi që komuniteti ashkali martesat e hershme kanë qenë sidomos në të kaluarën, po ka qenë një dukuri negative se ka ndodhur. Megjithatë në kohët e fundit ne shpesh bëjmë hajgare me miqtan që po ndodhin martesa të vëndshme, dhe kjo numër ka filluar me reduktuar në një masë shumë të madhe. Kjo normalisht lidhet shumë edhe me vetdijen dhe edukimin e familjeve të komuniteteve. Normalisht që martesat e hershme ndodhin të gjithë popujt, sidomos në Kosovë ndodhen të komunitetit shumicë,
Megjithatë këtu kanë qenë më të fiksuar te komunitetet të mashkallive egjiptiane. Sepse e kanë braktisë shkollimin dhe janë martuar në mos më të madhe. Fakt mirë, po këtu mendoj që këto një rol shumë të rëndësishëm luajnë edhe institucionet tona. Megjithse institucionet tona nuk kanë bërë mjaftueshëm në luftimin e martesave të hershme, shpeshherë ato janë pranuar për institucionet tona në forza për çështët. Shpeshherë janë për punë sociale apo dhe policia apo aktorë të tjerë nuk kanë reaguar me kohë dhe nuk kanë marrë masat ligjore për ndalimin e martesave të hershme. Dhe kjo normalisht që një familje me kushte të vështira ekonomike, një djalë ose një vajzë i cili rritet me kushte të vështira ekonomike, nuk ka shkëllim të mjaftueshëm, normalisht që nëse nuk ka një mision, një qëllim për jetën, kjo që kam ju kujtuar është hajde po martona. Mirë po fatmirësisht tash kemi një zvogëlim të dukshëm të martesave të hershme, dhe jem duke shku drejt asajna që këtu ky komunitet martohet pas një shkollimi, pas rregullime të kushteve të jetesës edhe pasi që një djalëri ose një vajzë e re kryen në marrëvënie pune dhe është e gatshme me një familje të kujdeset për familjen e tij. Më gëzon shumë fakti që një pjesë, sidomos e djemve të ri dhe vajzave të reja, kanë filluar të angazhohen me punu. Në të kaluarën ka pas një sfidë shumë të madhe që gratë këtyre komuniteteve nuk kanë pas fetën barabartë, nuk kanë punuar, nuk janë lejuar në fakt nga burrat e tyre të punojnë. Tash kemi një situatë pak më ndryshe, normalisht që ka ende shqetësime të tilla, po sidomos të gjeneratat e reja vëret një përmirësim i dukshëm ku vajzat dhe djemt e shohin veten të barabartë dhe gratë të këtyre komuniteteve janë më të fuqizuara ekonomikisht, mirë po politikisht normalisht. Megjithse duhet ende punë për të bën lidhje me këtë aspekt. Dhe madje po e shfryzoj edhe këtë podcast juve me një familje që i kisha bërë fjalë gjithë vajzave të djemve të komunitetit shkali, që duhet ta shohin veten të barabartë si burri si gruaja dhe me një familje duhet punojnë, duhet angazhohen, edhe duhet të luftojnë me një familje çdo diskriminim të mundshëm që bëhet, sepse ekziston një farë diskriminimi brendshëm brenda vetë komunitetit shkali, këto farë dallime gjinore. Brenda llojit gjithmonë kemi nga një diskriminim brenda familjeve, shoqërisë e të tjera. Por më intereson për fund sa jeni të kënaqur me përfaqësimin në Kuvendin e Kosovës. Themesh po bëj një fahyrje kështu nëse kemi kohë për fillimet komuniteti shkali ku ka filluar me kriju partinë vet, është zakonisht është përfaqësuar me 2 deputet, madje në pavarësinë e Kosovës, në kohën e pavarësisë Kosovës kanë qenë 3 deputet. Komuniteti shkali njihet me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe sigurohet edhe përfaqësimi i tij në aspektin edhe qendror po edhe lokal. Aktualisht komuniteti shkali ka vetëm një deputet në Parlamentin e Kosovës. Mendoj që nga viti 2008 deri më tani komuniteti shkali ka pasur një farë stagnimi në aspektin e përfaqësimit të tij. Nuk është që personalisht nuk mendoj që jam fort i kënaqur me aspektin e përfaqësimit të komunitetit shkali. Tani kemi një deputet të ri, i cili është gjithë një djalë i ri dhe po shpresoj shumë që nuk po duam me paragjyku as për mirë as për keq. Mirë po s'paku po shpresoj për shkak të nivelit të shkollimit, për shkak të përvojës time organizata të ndryshme, po shpresoj shumë që komuniteti shkali do të përfaqësohet edhe zëri komuniteti shkali do të dëgjohet shumë më shumë në Parlamentin e Kosovës. Ndihem shumë kënaqur që po dallojmë për komunitetet tona, po edhe komunitetin egjiptian, komuniteti shkali në rradhët e deputetëve të tyre ka pasur një grua dhe kjo më bën mundi shumë kënaqur, madje ka qenë nënshkruese e pavarësisë së Kosovës. Dhe aktualisht komuniteti shkali ka qenë një gjumë të thellë, po mendoj që tash ka filluar me u zhju me një familje, meqense në Parlamentin e Republikës Kosovës kontributi i deputetit, këtë rast deputetëve të komunitetit shkali, nuk ka qenë në nivel të kënaqshëm, nuk është ngritur zëri aq sa është dashur të ngritet, meqense ka pas shumë tema dhe shumë çështje që të është dashur të ngrit. Madje ka penguja zakonisht shumë që komuniteti shkali e ka gjetorizu për çuj vetën kështu brenda parlamentit duke folur veç për çështjet e komunitetit shkali, duke qenë deputet i Republikës Kosovës, mendoj që duhet ta ngritë zërin edhe për çështjet e tjera që ndërlidhen me situatën në Kosovë. Unë shumë shpresoj që ky deputeti tani më që është gjevor do të ketë kontribut më gjithëpërfshirës dhe kontributi i tij nuk do të jetë vetëm për komunitetin shkali, por për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ne kemi pas zëvendës ministra të cilët mundën me falë veç kanë qenë në një gjumë të thellë, nuk është që janë angazhuar, nuk është që kanë ndëgjuar shumë zëre. Kanë marrë zakonisht me vitat e kryeministrit ose deputetëve ose aspekt ose zëvendës ministrave të tjerë duke thënë që ne e kemi nisur këtë punë. Në fakt nuk është që kanë pas iniciativa të mirëfillta, nuk ka pas që ka pas punë të mjaftueshme. Nuk po e them që këta nuk kanë punuar fare, këta janë angazhuar normalisht, po angazhimi i tyre nuk ka qenë i kënaqshëm dhe mendoj shumë që nëse nuk do të kishim organizata të shoqërisë civile, mendoj që komuniteti shkali do të kishte më shumë probleme në përfshirjen
e tij në shoqërinë kosovare, mirë po edhe në progresin e tij drejt aspekteve të qoftë edukimi, qoftë edhe punësimi apo dhe aspektet e tjera. E qartë, bukur e spjeguar dhe sigurisht e përmbledhur aq mirë nga ju Bajrami të gjitha ato specifikat të cilat e dallojnë komunitetin Ashkali, por gjithashtu edhe me të gjitha të përbashkëta që i kemi ne si shoqëri, sepse siç e thash pak më herët, ne jemi në njëjta shtëpi, sigurisht secila dhomë ka specifikat e veta dhe kështu dallojmë edhe me komunitetet dhe të tjerët. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit që ishe me neve. Faleminderit shumë për juve, është kënaqësi e veçantë që vonë kam qenë sot pjesë e këtij emisioni. Iku shumë shpejt koha me të thënë drejtën, ndoshta nuk e pa në fakt nuk mujta me e fond gjitha gjanat sa lidhen me komunitetin Ashkali. Ajo shumë çfarë vlen të theksohet që për fund po e them komuniteti Ashkali ka një flamur të vetin, cilën në vitin 2003 me 15 shkurt vitit 2003 ka shpall, i cili njihet edhe gjithashtu dita memoriale e komunitetit Ashkali. Dhe komuniteti Ashkali mendoj që shumë mirë integruar dhe ajo çfarë kit kërkojna është të drejtat barabarta dhe përfshirje ose ndihmës nga popullsia shumicë, por një përfshirje më të madhe në shoqërinë kosovare. Kështu që për fund këtë këto për fam komuniteti Ashkali ka qenë për krahas më i madh i Kosovës. Komuniteti Ashkali më ne çikzohet më shumë të për 28 shkurt, edhe për festat të cilat lidhen me shqiptarët, edhe këtë kjo karakterizon edhe bën që komuniteti Ashkali të jetë komuniteti më i përfshirë në shoqërinë kosovare edhe thjesht po e bëj një mesazh për këtë, ju dua shumë gjithë juve. E bukur kjo dhe sigurisht se ky mesazh nën kupton që e gjithë shoqëria duhet të jetë e hapur pa stigmatizuar askën, sepse ne të gjithë dallojmë për diçka nga njëri tjetri. Prandaj të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë janë ato yjet e bukura të cilat janë në flamurin e Kosovës, janë të qëndisura dhe do të mbeten aty në histori. Kështu që ta bëjmë historinë së bashku dhe le të fillojmë të ecim përpara duke bërë hapa drejt suksesit dhe drejt një të ardhme më të mirë së bashku, jo të ndarë, jo të stigmatizuar, jo të bullizuar, jo të përjashtuar nga bashkësia sociale që ne duhet ta ndërtojmë dhe të thyejmë ato të themi stigmatizimet e bullizimet të së kaluarës. Le të shkojmë në hapa përpara tutje. Ky podcast dua të them edhe një herë se përkrahet nga zyra për komunitete në qeverinë e Kosovës dhe unë kisha kënaqësinë të kem të ftuar Bajrami Lazin nga komuniteti Ashkali. Ishte një bisedë me plot informacione, me një lloj le të themi njoftimi me komunitetin dhe tash tutje është koha që edhe media të bëjnë punën e tyre edhe më shumë. Le të kemi më shumë promovim të komunitetit Ashkali, rom, egjiptian, të komunitetit bosnjak, turk dhe të gjitha komuniteteve tjera të cilat jetojnë në Kosovë, sepse janë pjesë e familjes tonë të madhe. Deri javën tjetër, mirë dëgjofshim e mirë takofshim.